Speranca TV paraqet. Unë që po ju flas, jam një burr që i kam kaluar 46-tat. Kam parë botë me sy, kam prekur majat, e kam rënë edhe në fund të pusit. Është një histori e jashtëzakonshme që ju tregoj se si vetmia dhe malli i mbledhur për vite me radhë mund t'i shtyn dy njerëz drejt një ngrohtësie që askush nuk ja vlerëson dot moshën. Gjithçka nisi para 20 vitesh, kur unë, si shumë djemt të tjerë, mora rrugën e gërbetit për në Gjermani. Punova fort, la shrinin dhe djersën time në përndërtime. Atje rregullova jetën. U martova me një nuse shqiptare, më të re se unë. Sot, ajo është 34 vjeçe. Për 15 vite nuk kam kursyer asgjë. Kam punuar si qen. Por Gjermani, ashtu si t'i jep parat, ashtu edhe t'i merr me taksa e me shpenzime. Para një 5 vitesh, po pija kafe me një shokun tim që po bënte emër e kishte shumë para. I thash, "Ore vëlla, si i bën gjithë këto para?" Më trego edhe mua se u plakëm në përskela. Dhe pa u futur në shumë detaje, ai me futi në disa rrugë të tjera, nga ato rrugët ku paraja vjen shpejt por të djeg duart. Për 3 vite, shijova një jetë luksoze, me makina e me xhepa plot, ndërsa ata që i mendoja shok, me ran pas shpine, me lajmëruan tek autoritetet dhe gjithçka u përmbys brenda një nate. Me debuan dhe me kthyen në Shqipëri, duke me lënë pa asgjë, ndërsa familja me mbeten atje larg. Erdha në Tiranë, mora një shtëpi me qira, por pa punë e pa para, pas një viti, nuk e përballoja dot me jetesën e madhe të qytetit. U detyrova të kthehesha në fshatin tim të lindjes, në shtëpinë e vjetër të babait. Shtëpia ishte e lënë pas dore. Çatia pikonte dhe unë isha fillikat vetëm. Nuk kisha askënd për të ndarë një fjalë goje. Rria në atë terr e në atë vetmi, e i vetmi vend ku gjeja pak qetësi për të larguar mërzinë e madhe për familjen, ishte shtëpia e komshies sime të vjetër. Ajo ishte një zonjë 71 vjeçare. Kishte mbetur edhe ajo krejt e vetme. Burri i kishte ndru jetë para shumë vitesh, dërsa fëmijët e nipërit i kishte të gjithë të martuarja shtetit dhe pothuajse e kishin harruar fare. Rrallëher i bënin ndonjë telefonat. Ajo jetonte vetëm me një lopë të vogël dhe me atë kopshtin e saj ku mbillte perime për të shtyr ditët. Në fillim shkoja thjesht për vizit, për të pirë një kafe e për të qarë hallet e jetës. Flisnim për gurbetin, për vetminë e madhe të fshatit, ku shtëpit po mbylleshin dita ditës. Fillova t'i ndihmoja në përpunet që ajo nuk i bënte dot me atë moshë. I ndihmoja çfarë të mundja. Para se të ikja në Gjermani, para 20 vitesh, kjo grua kishte qenë një zonjë e rëndë në fshat, me një bukuri që binte në sytë të gjithëve. Tani mosha kishte bërë të vetën, her pas here edhe harronte ndonjë gjë. Por një gjë kishte mbetur e paprekur, pastërtia e saj e jashtëzakonshme. Ajo ishte gjithmonë me rroba të lara e të hekurosura mirë. Flokët i mbante të lyer në ngjyrë gështenje për të mbuluar thinjat e saj, dhe sa herë që i afroheshe, mbante një aromë të mirë sapuni dhe lulesh, nga ato aromat që të kujtojnë shtëpinë e ngrohtë.
Unë nga ana tjetër kisha më shumë se një vit që kisha mbetur krejtësisht i izoluar nga çdo ndjenjë apo afërsi njerëzore. Dhe kur një burr kalon një kohë aq të gjatë pa ndjer dorën e një gruaje, syt fillojnë që të shohin ndryshe. Ajo pastërtia e saj, ajo aroma e mirë dhe kujdesi që tregonte sa herë që me priste, filluan të zgjonin tek unë një dëshirë të fshehur që nuk e mendoja kurrë se do ta kisha për një grua të asaj moshe. Gjithçka filloi të ndryshonte kur muhabetet tona të kafes morën një rrugë tjetër. Fillova ta ngacmoja me shaka e ta pyesja për rininë e saj, për kohët e vjetra kur fshati vlonte nga jeta e nga njerëzit. Sa herë që ajo më thoshte diçka, po nuse, i thosha unë me shaka, duke përdorur atë gjuhën tonë të vjetër. Atë janë vënë shumë dje mbrapa kur ke qenë e re. A ke pasur mendjen vetëm tek burri, apo ka pasur edhe ndonjë tjetër që të ka trazuar shpirtin, e pyesja unë. Ajo në fillim qeshte, prekte flokët me naze e me thoshte, çfarë mban mend kjo kokë e shkret? Por pastaj, duke parë që unë e dëgjoja me vëmendje dhe me sy që më shkelqenin, filloi të më tregonte sekretet e vjetra. Më tregoi se si për te i burrit kishte pasur dikur një histori të fshehtë me një djalë të ri, një dashuri të ndaluar që e kishte mbajtur gjallë për vite me radhë në fshat. Teksa më tregonte atë ngjarje, ma zërin e saj të pjekur, mua gjaku me vlonte në përvena. Ai tensioni psikologjik në dhomë rritej. E pyesja se si dukej ai djali i ri, dhe ajo më shikonte nga koka të këmbët me një shikim që kishte një dritë krejt tjetër, e më thoshte, po ja, ishte trup madh e flokëzi, fiks si ti. Ato fjalë më ranë shumë bukur në atë moment. Fillova ta kuptoja që ajo grua, sado që vitet i rëndonin mbi supe, mbante ende brenda vetës atë dëshiren për të ndjer e re e për të ndjer grua. Një ditë, teksa po flisnim në oborin e saj, ja thash hapur. Nësa i djali ka qenë si on, pse nuk e provojmë edhe në të dy një herë, ta kthejmë atë ngrohtësinë e vjetër, atë kohën e vjetër, pranë këtij o xhaku. Ajo o skuq, uli kokën dhe më tha me zë të ulët. Jo mor djalë, çfarë thua? Ato kohë kanë ikur për mua, nuk kam më dëshirë për ato punë. Por unë e shihja që sytë e saj thoshin të kundërten. Ishte thjesht ajo friga e moshës dhe e zakonëve e vendit tonë. Pas asaj dite, vendosa të bëj një hap tjetër. Ditën e shtunë, e ftova të vinte tek shtëpia ime për të ngrënë një drek bashk e për të pirë një gotë lëng. U bëra gati, e pastrova shtëpinë mirë dhe vendosa që këtë herë, nëse ajo do të tregonte qoftë edhe shenjen më të vogël të pranimit, unë nuk do ta lija të ikte ky moment. Doja që të dy, në mes të asaj vetmie të madhe, të gjenim një ngrohtësi që na mungonte prej vitesh. Ajo erdhi rreth orës 2 të pasdites. Kishte veshur një fustan të zi, të thjesht, por shumë elegant, dhe flokët i kishte krehur me aq kujdes. Hym brenda, u ulëm te oda e ndenjes dhe biseduam sërish për të kaluaren. Ajri në dhomë filloi të nxehej. Tensioni ishte aq i madh sa çdo fjalë ishte e tepërt. U ofrova pranë saj në divan, ja kapa dorën e saj dhe i thash, unë kam vërtet dëshirë që ta ndezim atë zjarrin që biseduam atë ditë. Dua që këtë pasdite të jemi vetëm në të dy, pa menduar për botën jashtë. Ajo më shikoi me ato sytë e saj të mençur. Lëshoi një pshëretim të thellë që i dolin nga fundi i shpirtit dhe më tha, e mor djalë, unë e bëra rrugën deri këtu, sepse e dija mirë se për çfarë më thirre.
por mos prit shumë prej meje, se koha ime ka përënduar. Ato fjalë ishin lehtësimi më i madh për mua. Nuk kisha me dyshime, e nuk kishte me pritje. E kapa lehtë nga beli duke ndjera trupin e saj, që filloi t'i dridhej si thellez, dhe shoqërova ngadalë drejt dhomës sime. Ajo me shikoi pothuajse me turpë më tha: "Do ta kesh të vështirë o djalë. Ka shumë vite që kjo vatër ka mbetur e ftohtë e tharë nga koha." Nuk i thash asnjë fjalë. Dhoma u nxe nga prania jonë. Nisa ta puthja lehtë te qafa. Aty, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.